Rëndohet pozita për 62 vjeçarin Agron Cane. Pas akuzës së korrupsionit tashmë ndaj të pandeurit, prokuroria ka formuluar një tjetër akuzë, atë të ngacmimeve seksuale nga e cila rrezikon dënimin nga 3 deri në 7 vjet burg. Kryerja e sjelljeve me natyrë seksuale që cënojnë dinjitetin e një personi me çdo mjet ose formë, duke krijuar një mjedis kërcënues, armiqësor, degradues, poshtërues ose ofendues, përbën vepër penale dhe dënohet me burgim nga 1 deri në 5 vjet burg. Kur kjo vepër kryhet në bashkëpunim kundër disa personave, më shumë se një herë ose kundër fëmijëve, dënohet me burgim nga 3 deri në 7 vjet. Për të dyja akuzat, prokuroria do të kërkojë për të pandeurin që të sigurohet masa arrest me burg deri në fillim të gjykimit, ndërkohë që nga ana e tij avokati mbrojtës i 62 vjeçarit ka pretenduar se arrestimi është i palishëm dhe do të kërkojë lirimin për të gjykuar në një mas tjetër sigurie. Ndërkohë Elvira Gega, gruaja që denoncoi kërkesën për favore seksuale me të bijën 14 vjeçare në këmbim të një vendi pune, tregon për Vision Plus se është e vendosur të ndjek çdo hap ligjor në institucionet e drejtësisë. Ai çupën nuk e pati asnjëherë në atë zyrë, vetëm thjesht sepse e ka parë vetëm një herë, vetëm 2 minuta që e ka parë dhe ka shprehur më një herë, pa hezituar, ka shprehur mendimin që ti ke një thesar, ma jep çupën vajzës tënde dhe ti ju ka pjell kokoshi. Mendoj se më është kthyer besimit e policia e shtetit, te drejtësia. Dhe mendoj se prokuroria bën një punë të shkëlqyer, me sa jam informuar unë, dhe shpresoj që ai njeri të marrë dënimin e duhur. Nëna e 4 fëmijëve nuk fshi as reagimin e ashpër të opinionit publik në Sarandë, që sipas saj e dënon për bërjen publike të skandalit seksual. Megjithatë, ajo i bën apel çdo gruaje të mos esht ndaj të tilla situatave. Pas denoncimit të saj, Cane u arrestua 2 ditë më parë nga policia e Sarandës sepse gruaja e filmoi, ndërsa e kërkonte favore seksuale me të bijën 14 vjeçare në shkëmbim të një vendi pune. Mësohet se Cane deri në 15 korrik ka qenë një nga aktivistët pranë zyrës së Sarandës së deputeti socialist Koço Kogdhima. Ky i fundit dhe më pas edhe kryeministri Rama u distancuan dhe kërkuan dëshkim të ngjarjes.